Asnjëherë nuk kam premtuar diçka që nuk mund ta realizoj. Asnjëherë. Asnjëherë nuk ka një njeriu që është varë prej meje, që kam premtuar diçka dhe nuk ka dalë ashtu siç i kam premtuar. Dhe vërtet jeni ndër figurat më stabile të Partisë Demokratike. Na trego sa të bën krenar kjo dhe si arritet realisht të qëndroni kështu. Në radhë parë, që mënyra ime e komunikimit, pavarësisht ku jam, pa shumë njerëzore dhe me këtë që flas, dhe me këtë që i bashkëpunoj, thot është ajo ana njerëzore është tipari i veçantë. Thot komunikimi, pastaj menjëherë pas komunikimit përpjekja për të zgjidhur problemet dhe çështjet e qytetarëve, edhe të qyteti, të regioni dhe të shteti. Dhe mendoj që ky komunikim, pastaj ky bashkëveprim, njëkohësisht edhe angazhimi i sinqert, i drejt për drejt, i pandalshëm, pavarësisht situatave zgjedhore apo situatave që janë larg zgjedhjeve, unë e kam një angazhim konstant. Me marrë tash telefonin tim, me pati agjendën ditore, shumë pak dallon një ditë e imja e punës, e sotme, kur jemi në fushat, dhe asaj çfarë ka qenë para 3 muajsh. Do thot e listuar. E nxashme. Absolutisht. Ashtu, deputet, e dim se realisht edhe si individ, po edhe në politik duhet kesh parime. Mirë, po cilat janë ato parimet që ju nuk i keni shkelur asnjëherë për asgjë? Asnjëherë nuk kam premtuar diçka që nuk mund ta realizoj. Asnjëherë. Asnjëherë nuk ka një njeriu që është varë prej meje, që kam premtuar diçka dhe nuk ka dalë ashtu siç i kam premtuar. Dhe në anën tjetër, parimi im që me qenë i kujdesshëm në raport me ata njerëz që kanë nevojë time në këtë rast, që besojnë që unë mund t'jem ai që mund t'ju ofroj diçka që ata e kanë të domosdoshme për vete, për familjen e tyre, po edhe më gjërë, ato janë të ndryshme, janë të shumë nduarshme dhe janë çështje nga të cilat një njeri ndoshta e trason një rrugë, lëviz një rrugë, pikërisht nga ajo çfarë ti ose unë këtë rast e gjej si formë dhe mënyrë të komunikimit dhe e gjej si formë dhe mënyrë të bashkëpunimit dhe shumë është e rëndësishme një bashkërenditje. Jo vetëm në çështjet që janë personale, po edhe në konceptet e mëdha. Ashtu, deputet, se po kalojmë nga tema në temë, po du me të pyet pak, e dim që shumë trinë realisht kanë idol si politikanë. Na trego cila është këshilla ose mesazhi që ja jep atyve tashmë përmes kamerës emisione 05. Çka do ju thojë gjithë atyre? Unë të rinjve, të rejave, që kanë plane dhe kanë projekte, që të mirën me çështjet publike, të çfarëdo natyre dhe të çfarëdo opsioni. Ju bëj ftesë që të jenë kamgullës. Të jenë kamgullës në atë çfarë ata synojnë. Dhe normal kamgullësia mund t'ju krijojë favor. Po me njëre karshi ose krahas ose baraz me të, është që duhet të jenë të dijshëm. Duhet të lexojnë dhe nga këto dy komponenta mund të krijojnë hapësirë dhe mundësi për të lëvizur përpara. Përndryshe, jam shumë i sigurt që synimet reale të rinjve janë shumë lehtë realizueshme nëse i plotësojnë këto dy komponenta dhe nëse pastaj kanë edhe mundësi edhe komunikim me shtresa të caktuara dhe me të gjithë ata që mund të ndihmojnë këtë kohë dhe në situata çfarë janë të favorshme për ta.